Surja Nuh, Medinase, 28 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe i tham: paralajmëroje popullin tënd para se t'i vijë një dënim i dhëmshëm. A i tha: o populli im, në të vërtetë, unë jam për ju një paralajmërues i qartë, që të adhuroni Allahun, t'i friksoheni atij e të më bindeni mua, me qëllim që ai të falë disa nga gjunahet tuaja dhe t'ju lërë të jetoni deri në një afat të caktuar. Dhe kur t'ju vi qasti i caktuar i Allahut, askush nuk do të mund t'a shtyjë atë, veç si kur t'a dinit. A i tha: o Zoti im, unë e thira vërtet popullin tim natë e ditë, por thirrja ime edhe më tepër i largoi nga e vërteta. Sa herë që i thirrja për t'i falur ti, ata shtinin gishtërinjt në vesh dhe mbuloheshin me petkat e tyre, duke këmbëngulur me mendje madhësi në mosbesim. Pastaj i thirra me zë të lartë. Më pas u ashpalla edhe botërisht, edhe fshehurazi e u thash: kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh, që ai t'ju dërgoi shi të bollshëm, t'ju shtoi pasurinë dhe fëmijët tuaj, dhe të bëj për ju kopshte e lumenj. Ç'është kështu me ju që nuk e madhëroni Allahun siç duhet, duke e pasur frikë, ndërkohë që ai ju ka krijuar në etapat e embrionit. A nuk e shihni se si Allahu i ka krijuar 7 qiejt njëri mbi tjetrin dhe në ta e ka bërë hënën dritë, kurse diellin e ka bërë fener. Allahu ju ka krijuar nga toka, ashtu si bimët, pastaj ju kthen tek ajo dhe prej saj sërish do t'ju nxjerrë. Allahu për ju e ka bërë tokën shtroj të gjerë, që të ecni në për të, në për rrugët e gjera. Nuhu tha: o Zoti im, ata më kundërshtuan mua dhe u dhan pas atyre njerëzve pasuria dhe fëmijët e të cilve nuk kanë sjellë gjë tjetër veç shkatërimit. Ata kurdisën një kurth të madh dhe than: mos i lini kurse si zota tuaj, mos e lini kurse si as Vedin, as Suvajn, as Jeguthin, as Jaukën, as Nesrin. E kështu kanë futur në rrugë të gabuar shumë njerëz. Prandaj, keqbërësve mos u shto gjë tjetër veç humbjes. Për shkak të gjunaheve të tyre, ata u përmbytën dhe u hodhën në zjarr. Ata nuk gjetën mbrojtës tjetër për veten në vend të Allahut. Dhe Nuhu tha: o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë fe mohues, sepse nëse ti i lë, ata do t'i shpije në humbje robërit e tu dhe do të lindin vetëm kriminal dhe jo besimtar. O Zoti im, falë më mua dhe prindërit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time. Fali të gjithë besimtarët e besimtaret, ndërsa keqbërësve shtoju vetëm shkatërim.